Urdhri i infermierit në Shkodër nuk funksionon ashtu siç duhet dhe nuk i vjen në ndihmë infermierëve të Shkodrës. Kjo deklaratë vjen nga kryeinfermieri në repartin e kirurgjisë në Spitalin Arenal të Shkodrës, Paulo Kaceri. Sipas Kacerit, urdhri i infermierit vetëm merr parat për kuatizacionet dhe nuk shërben për misionin që ka, duke i lënë të vetmuar infermierët. Fatkeqësisht kena shumë gjana për si të lanë me dëshiru, sidomos të urdhri i infermierit, për arsye se nuk merren me gjitha hallet dhe problemet e infermierëve dhe personelit shëndetësor si janë antarësuar të urdhri i infermierit, ku thjesht vetëm vilen kotizacionet, tha absolutisht nuk bëhet asnjë gjë për infermierët. Infermierët duke mos e patur në mbështetje urdhrin e infermierit, dëmtohen ndjeshëm, thot Kaceri, sepse në një farë mënyrë janë të pambrojtur në këtë pikpamje. Sipas tij, urdhri i infermierit nuk bën asgjë tjetër, veçse ekziston formalisht, thjesht sa për të marrë kuatizacionet. Infermierët ju hub besimin në fakt, se është një mbështetje si është e detyrueshme për mu antarësu të urdhri i infermierit, pavarësisht se ata nuk kryejnë asnjë funksion, vetëm thjesht vjelin kotizacionet, është thjesht mbështetja si ata duhet me i dhanë infermierëve, se është një sindikat e infermierëve në fakt, po aja nuk funksionon absolutisht, thjesht marrin kotizacionet dhe kryejnë me aq. Urdhri i infermierit në fakt ka si mision ruajtjen e standardeve të miratuara nga Ministri i Shëndetësisë në ushtrimin e këtij profesioni dhe përfaqëson interesat e përbashkëta të infermierëve dhe po ashtu duhet jetë i hapur për të gjithë antarët dhe t'i mbrojë ata. Në Shkodër pothuajse të gjithë infermierët janë të regjistruar tek urdhri i infermierit, ndaj kërkohet një përgjegjësi më e madhe kur shkelen të drejtat e infermierëve.